Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nuk e keni ditur më parë, harrojeni farmacit, sy tek piepri dhe do kuroni këto sëmundje. I pasur me ujë, fosfor, kalcium, kalium, vitamina dhe fibra, piepri është fruti më i dashur i verës dhe është një alternativë e shkëlqyer, jo veç për vaktet e shpejta, por për organizmin në tërësi. Por çfarë bën kaq dobi prurës? Vitamina A për të parandaluar radikalet e lira. Piepri është i pasur me vitaminë A dhe veçanërisht me beta-karoten, të cilat ndihmojnë në parandalimin e formimit të radikaleve të lira, të cilat çojnë në plakjen e qelizave. Vitamina B kundër urisë nervore. Piepri është i pasur dhe me vitaminë B, e duhura për të shuruar urinë nervore dhe për të përmirësuar humorin në përgjithësi. Vitamina B mundet që të përmirësojë edhe shikimin dhe ndihmon edhe në forcimin e kockave dhe të dhëmbëve. Piepri është diuretik i shkëlqyer dhe gjithashtu piepri është një nga ushqimet më të preferuara në verë. Ai është njëkohësisht shumë freskues dhe ka vlera diuretike, pastruese dhe njëkohësisht laksative. Pikërisht për këtë vlerat e tij duhen marrë në konsiderat dhe kur vuani nga kapslloku dhe hemoroidet, sepse ndihmon në eliminimin e këtyre shqetësimeve të bezdishme dhe shumë të zakonshme. I duhuri për të luftuar të nxehtin dhe njëkohësisht dehidratimin. Nuk duhet harruar se piepri është i pasur edhe me kalcium, fosfor, magnez dhe kalium. Kur zorët tuaja bëhen dembele për shkak të temperaturave të larta, atëherë piepri kthehet në një bekim të vërtet. Ai është mjaft i mirë edhe për gjakun sepse ka veti antiinflamatore, diuretike, përmirëson qarkullimin e gjakut dhe njëkohësisht ai eliminon kolesterolin, ndërsa ul edhe nivelin e trigliceridëve në gjak. Piepri është aleat i bukurisë. Piepri nuk është i mirë vetëm për mirëqenien dhe metabolizmin, por edhe për bukurinë. Ekstraktet e tij munden gjithashtu që të përdoren si një maskë bukurie edhe për lëkurën tuaj për ta tonifikuar atë. Edhe ju mundet që të përgatisni një të tillë për të pasur një lëkurë të butë dhe të bukur, duke bashkuar 1 decilitër lëng piepri me 1 decilitër lëng natyral dhe 1 decilitër qumësht. Aplikoni në lëkurë si krem normal, po kështu ju mund të realizoni lehtësisht një locion rifreskues duke bashkuar pulpën e shtrydhur të pieprit, të kaluar edhe në syt me një lugë gjelle argjil të gjelbër. Mund të aplikoni duke përdorur pambukun. Piepri është fruti ideal për të luftuar këto ditë të ngrohta, falsasisë së madhe të ujit, vitaminave dhe mineraleve. Ai e ndihmon organizmin tuaj të fitojë energji, të sigurojë gjithashtu hidratimin e nevojshëm, po kështu të mbrojë shëndetin e zemrës, veshkave dhe gjithashtu të syve, si edhe kundër plakjes. Piepri është një nga frutat më të mira për të konsumuar në këto ditë, pasi fal përmbajtjes së lartë në vitamina dhe minerale mund të konsiderohet si një minjer ari. Mbron në zemrën. Piepri është një antikoagulant i quajtur adenozin, i cili është i pranishëm te piepri që mundet të ndalojë mpikjen e qelizave të gjakut, të cilat më pas shkaktojnë goditje ose sëmundje të zemrës. Piepri ul gjithashtu rrezikun e sëmundjeve të zemrës duke holluar gjakun në trup. Përveç kësaj, përmbajtja e lartë e ujit në piepër ofron gjithashtu një efekt tepër qetësues, i cili ndihmon në lehtësimin e aciditetit në stomakun tuaj. Për këtë arsye, ai mundet gjithashtu që të mbrojë edhe veshkat. Vetitë e shkëlqyera diuretike të pieprit janë të dobishme edhe në shërimin e sëmundjeve të veshkave. Kështu, konsumimi i rregullt i pieprit çdo ditë në mëngjes ndihmon në ruajtjen e shëndetit të veshkave. Ndihmon tretjen. Në qoftë se ju keni probleme me tretjen,
Mundet të provoni të hani pjepër për të përmirësuar lëvizjen e zorrëve tuaja drejt jashtëshitjes. Përmbajtja e lartë e ujit te pjepri është me veti të shkëlqyera për sa i takon tretjes tuaj dhe njëkohësisht ajo ndihmon jashtëshitjen, ndërsa përmbajtja minerale eliminon aciditetin që shpesh shkakton vështirësi në tretje, veçanërisht në stomak. Jep energji. Shumica e pjeprave përmbajnë edhe vitaminën B, të cilat përbëjnë pjesën më të madhe të prodhimit të energjisë në trupin tuaj. Vitamina B kërkohen nga trupi për të përpunuar kështu sheqerna dhe karbohidrate, ndaj edhe konsumimi i pjeprit mundet që t'ju jap juve energji të konsiderueshme. Humbje peshe. Ashtu si shumica e frutave të tjera, pjeprat janë ideal për të rënë nga pesha. Këto fruta janë me vlera të ulta natriumi dhe kalorish, po kështu pa yndyrë dhe pa kolesterol. Përmbajtja e lartë e ujit mundet njëkohësisht që t'ju ndihmojë ju duke ju mbajtur të ngopur për një kohë më të gjatë, ndërsa ëmbëlsia e tij natyrale do të ulë fërkimet tuaja për ushqime me sheqer dhe ëmbëlsira me kalori të lartë. Lëkurë e shëndetshme. Një nga vlerat më kryesore të pjeprit është sigurisht përmbajtja e lartë e kolagjenit, i cili ruan integritetin e strukturës së qelizave në të gjitha indet lidhëse, duke përfshirë këtu edhe lëkurën. Gjithashtu ajo përshpejton shërimin e plagëve dhe ruan qëndrueshmërinë e lëkurës, dhe duhet të dini se gjithashtu përshpejton edhe lëkurën e thatë në mënyrë që të rigjenerohet. Kundër plakjes. Me konsumimin e pjeprit gjithashtu ne do të tonifikojmë lëkurën dhe do të sigurojmë përfitime kundër plakjes për shkak të pranisë së vitaminave A, B dhe C. Ju gjithashtu mundet që të përgatisni një maskë fytyre kundër plakjes, duke prerë disa feta të holla të pjeprit të freskët dhe t'i vendosni këto feta në fytyrën tuaj dhe gjithashtu në qafën tuaj. Më pas duhet që të shtriheni dhe të relaksoheni për 15 deri në 20 minuta. Shpëlajini pastaj me ujë të freskët. Ky veprim do të freskojë lëkurën tuaj dhe do të sigurojë shkëlqim rinor. Hidratues mjaft i mirë. Pjeprat gjithashtu kanë veti shumë të mira hidratuese dhe energjike. Ju mundet që të përgatisni një maskë fytyrash duke përzier kastravecin me pjepër dhe me mjalt. Rrit flokët. Pjepri është një burim mjaft i mirë i beta-karotenit që konvertohet në vitamin A brenda trupit tuaj. Kjo vitamin është jetike gjithashtu për flokët e shëndetshëm dhe për rritje normale të flokëve tuaj. Nga ana tjetër duhet të dini se me konsumin e pjeprit ne do të kemi një rritje sa më të shëndetshme të flokëve. Gjithashtu konsumimi i frutave të cilët janë të pasur me vitamina dhe minerale mundet gjithashtu që të nxjisë rritjen e flokëve dhe parandalimin e problemeve të flokëve. Pjepri mundet që të jetë njëkohësisht shumë i dobishëm për flokët tuaj, sidomos për rritjen dhe mbajtjen e tyre sa më të shëndetshme. Sigurisht që pjepri mundet të ndihmojë edhe në ndalimin e rënies së flokëve, duke qenë se është i pasur me vitamina B, të cilat nga ana tjetër janë edhe përgjegjëse për parandalimin e humbjes së flokëve, dhe duke qenë i pasur me këtë vitamin, ai do të ndihmojë në nxitjen e rritjes së flokëve në mënyrë sa më të shpejtë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko
subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.